Tani jam këtu edhe me Arnor Rifatin, trajner ndeshja e fundit në sezonin e rregullt të Superligës, ndeshja e fundit për Juve. Po shpresojmë ndoshta të mos jetë edhe fundit, nuk e dim si do të rrjedhin gjërat, gjithsesi. Ne nuk po flasim, gjithsesi trajner, një lojë shumë e mirë e treguar sonte, një pjesë e parë dominuar. Goxha ja keni komplikuar sonte punët e thash skuadrës Golden Eagle Yllit. Sa je i lumtur me këtë paraqitje pavarësisht humbjes fund? Unë smit jam, karakteri jam nuk mund të jetë i lumtur kur hub, po mendoj që kena dhënë një mësim të mirë sot skuadrës Yllit, se të kishin ardhur pak si të relaksum pas 5 fitoreve. Ne treguam që ekip që kemi qenë çdo herë për 7 vite, që jemi are fort për çdo skuadër dhe që nuk gjunjëzohemi për më parasysh renditjes stabilare. Plus asaj shto që 15 minuta lutëm pa lojtarin ton kryesor Lenzel Smith Jr. E pat shumë mirë me çfarë rosteri lutëm. Djem deri në topin e minutit fundit ishte vendimtar. Mendoj që nuk ka qenë është edhe fitore shumë e merituar me tyne, pasi ka qenë fati në shtananën e tyne, për shkak se ne patëm 2 shuta të hapur që nuk i realizum, në të kundërtën ata realizum, ishte një fati ditë e mirë e tyne. Ja uroj fitoren, i dëshiroj sukses në play-off. Edhe unë atë premtimin se në kom majtë si vetë për lojtar të ri, kjo po dëshmohet, domethënë është progres që duhet kohë, domethënë se edhe pat rastin Drilan Shala për 30 sa minuta kontribuoj me 15 pikë dhe 15 kërcime që jam jashtëzakonisht i kënaqur. Unë këta djem do t'i çoj përpara. Mbasi është loja jonë e fundit dhe intervista e fundit. Unë uroj një kampionat të mirë, uroj një gjysmë finale, çerek finale dhe në finale dinitoze. Kam mbrana shumë çka me fol, po nuk kam fol tan. Për këto trajnerë që ki shumë çka me fol, ne do të kemi në asist Hanën, kështu që prej nga ky moment po tregoj që do të flasim goxha shumë për detaje, edhe do ta kesh mundësinë të flasim për gjithë ato që sa herë që duhet për basketbollin do të flas. Kjo është për neve ndoshta ndeshja e fundit, po ndoshta për dikon do të jetë ndeshja e fundit, po më shumë s'pes xhas. Faleminderit për Juve, suksese shumë. Për këto përkon Tonin kam të pyet. Faleminderit shumë trajner. Atëherë të nderuar shikues, kaq nga kjo ndeshje, ju vazhdojnë të qëndroni me programin e pasur sportiv të Art Motion, në vazhdim është dueli ndërmjet Trepçës dhe Borës, ndërsa nga unë Ljana natën e mirë.